nga vëllezërit tanë të vetëvendosjes së Kosovës, që ndajnë me ne këtë rrugëtim. Fjala është për ju, zotëri Hysen Durmishi. Që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që kërkon bashkim. I nderuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zotri Afrim Gashi, i nderuar zëvendës kryeministër dhe ministër i mjedisit dhe njerit kandidat për çajirin zoti Izet Megjiti. I nderuar kryetarit e Tovës dhe përsëri kandidat për kryetar të Tovës, zoti Bilal Kasemi, i nderuar zëvendës kryeministër zoti Arben Fetaj, i nderuar sekretari i Lëvizjes Vetëvendosje zoti Alim Rama, nën kryetare vetëvendosjes Mrika Limani, të nderuar kandidat për kryetar komune, të nderuar qytetar, vëllezër e motra. Kam nderin dhe jam jashtëzakonisht i nderuar që sot këtë tubim kaq madhështor ta përshëndes në emër të kryeministit të Republikës Kosovës, zotit Albin Kurti. Këtë tetor, shqiptarët në të dy anët e kufirit marrin pjesë në zgjedhje vendimtare lokale. Në Kosovë votohet me 12 tetor dhe atje vetëvendosja është ajo që ja vlen. Kurse këtu votohet me 19 tetor dhe këtu vleni ju. Vlen është forca juaj. Ashtu si që po lidhet Prizreni me Tetovën me rrugë e tunel, duhet të lidheni edhe ju me Vlenin, të bëheni bashk dhe të fitoni bashk. Shqiptarët nuk e kanë luksin që të ndahen, sepse vetëm të bashkuar bëhen faktor. Qeveria e Kosovës, lëvizja jonë është me ju politikisht, kombëtarisht dhe njerëzisht. Vlen nuk është vetëm koalicion, por mundësia që zëri shqiptar të dëgjohet qartë dhe fuqishëm. Prandaj mesazhi është i thjeshtë. Atje me 12 tetor lëvizja vlen, këtu me 19 tetor vleni ju. Bashkohuni, mobilizoni dhe fitoni bashk, sepse kjo përpjekje ja vlen. Dhe për fund, keni të fala të përzemërta nga kryeministri Albin Kurti, i cili për shkak të vizitës në SBA nuk ka mundur që t'jetë këtu fizikisht me juve. Faleminderit shumë, urime fitore. Faleminderit zotri Durmishi. E tani, e kemi kënaqësinë të dëgjojmë në një partner të ri të Vlenit, një zë të fuqishëm e të spikatur në kuvendin e vendit, zotri Bekim Fazliu. Që kërkon bashkim, një zë e presim pa durim. Një zë që kërkon bashkim. Mirë mbrëma të dashur miq. I nderuar kryetar Afrim Gashi,
të nderuar lider të Vlenit, zonja dhe zotrinj, motra e vëllezër, shumë të respektuar mysafir nga lëvizja vetëvendosje. Vetëm prezenca juaj sonte këtu përcjell të gjithë një mesazh shumë të fuqishëm. Ne përfaqësojmë zërin e fuqishëm të kohës, zërin e Dardanisë, zërin e vërtet të shqiptarëve, kurse ata tjerët që hinë ngarë duke ndryshuar çdo herë emrat, nga Mavi, Jeshil, sot Aki, e me levicën Levi Aki, nuk janë asgjë tjetër, nuk janë bashkim, por janë copëzim, janë copëza të një mozaiku të quajtur bota serbe. Janë pobratimat e Mjelkovit e Gruevskit, faqja e zez e jona për këto 2 dekada. Jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale dhe në vend që sot flasim për projekte të së ardhmes, ne kemi përballë kundërshtar që merren me fjalor shumë tullët. Duhet merremi me zagar, me lepuj, mos një vlezën, mos një kaq poshtë, mos është fundi juaj politik, është fundi juaj moral dhe turp i përjetshëm për ju. Shqiptarët në vitin 2024 bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me Bashkimin Evropian, ju dërguan në opozit për një qëllim të vetëm, të shëroheni nga serbizmi, të shëroheni nga bota serbe, po maazallah nuk ka shërim. Ata vazhdojnë edhe në opozit të bëjnë allazhvereshe me botën serbe, të bëjnë biznese me botën serbe. Po unë ju garantoj se shqiptarët i kanë lexuar dhe shqiptarët kjo prezencë sonte masive këtu garanton se fitoria e Vlenit është e padiskutueshme në çdo komunë. Vetëm një shembull do t'ua jap se Vleni ka punu ma shumë se 20 vitet e qeverisë BDI-s. Vleni legalizoi, rregulloi statusin e medresës Isa Beun Shkup